أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثت الإمام الطحاوي رحمة الله عليه والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضهما. Haxhi dhe gjihadi, dy farze prej farzeve të madhe të Allah, thot hecin, vazhdojnë me prisat e muslimanëve gjithsesi nën flamurin, nën udhëheqjen e prisave të muslimanëve. Prisave të mirë dhe prisave të këqij. Deri në ditë Kiametit. Nuk ka kush që i rënën apo i prish këtu dy parime. Nuk rënohen këtu. Ka për qëllim rahmetullahi alejhi pikës pare mi kundrështue rafidit shijat, të cilët gjihadin nuk e shofin farz, edhe disa prej parimeve të tyre janë plotësisht në kundërshtim me shariatin islam, siç është çështja e xhihadit të azam. Edhe ata vetëm xhihadit që nuk e shohin me çdo njeri me liftu, por edhe xhuman nuk e shohin, çdo sen që është dobimi i madh, e që ka nevojë për prisjen e muslimanëve, muslimanët nuk bën me nejt pa pres. I mirë apo i keq. Më mirë i keq se sa pa të fare. Më mirë fasik dhe me thani prishën, cili bën harame, qoftë edhe e lejen edhe derë dhe gjakën e muslimanëve, edhe të tjerëve është më mirë qasi me pas, se sa pa të fare. Nëse nuk ka një udhëhetësi e cila i udhëheq njerëzit për gjihad, qysh për luftu njerëzit? Grupe? Pa ta grupe astajnë mes marrëveshje si për vinë dhe kthehen dhe luftojnë njëra kundër tjetrës, qysh kemi parë në dekadat e fundit në disa shtete islame. Sharën edhe më mirë pjesa tjetër e hadithit, ku Auf bin Malik al-Ashja'i transmetuesi këtij hadith thot ja Rasulullah, efela në nabidhëhu min dhe dhalik, a mos t'i vrasëm, a mos t'i mbysëm, pra, t'i vrasëm, t'i mbysëm. Jo, ka thonë alejhi salatu selam, ma e kamu fikum os salah, për dere sa ata e falin namazin, për dere sa ata u lejën me falin namazin, për dere sa ata u apën mundësi me i kry obligimet fetare, po edhe vet i kryjnë ato. Përderisa nuk të pengon parimet e kryerjes së dinit Allahut. Nuk të pengon. Nëse hadith është edhe vetë kur e falim, po është për shoqëri islame, faktikisht. Është për shoqëri islame, ku prisat e muslimanëve falë namaz. Dhe subhanallah, wallahu alem, Zoti e din më së miri, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.